Kjo është historia e heroinës shqiptare që u braktis vetëm se lindi vajzë, për pa më vonë e dridhi një perandori. Kjo është Nora e Kelmendit. Nora e Kelmendit ishte një pisnikë shqiptare e shekullit të 17, e bukur si zanat, e këvëdzimshme si malit që rritën. Ajo shëndrua në një hexhen, e quajtur Helena e Shqipërisë për shkak bukurisë së saj të rrallë. Nora nuk ishte thjesht një grua. Ishte plak që nuk pranoi me ushkel. Ngjarjet ndodhen rreth ditëve 1637, 1639. Ati Norës, një luftëtar i njohur, kishte një dëshirë të vetme, ta lindte një djalë. Por kur Nora erdhi në jetë, ai e braktisi, sepse lindi vajzë. Mirë po, motra e tij, hala e Norës, e mori e rriti si një djalë. Dhe ironia e fatit është se vetë babai i saj e ushtroi duke menduar se është djali i motrës, i adaptuar, e jo vajza e tij e vetme. Kur e zbuloja ishte vonë, Nora ishte bërë trimresh. Fama e saj u përhap si lezend. Një pashan nga Bosnja, në kalon e Rozafës, dëgjoi për bukurinë e saj. U çmend pas bukurisë së saj dhe pastaj vendosi të kërkojë dorën e Norës. Por familja e Norës refuzoi. Nuk ishte shqiptar ky pasha, nuk ishte hyni. Pashai nuk e pranoi refuzimin. Do të martohem me Norën ose do ta bëj malsin hi. Kështu kërcnoi pasha bosnjak i perandorisë osmane. Dhe me këtë urdhër marshoi me ushtri drejt Kelmendit. Në vend se të trembej, Nora mori një vendim që ta ndryshonte gjithçka. Hartoi një plan. Një njeri që vendos ta sakrifikojë vetvetën për ta pështuar malsin. Plani i Norës ishte të shkonte në çadrën e pashait dhe t'i thonte që komardët martohen. Dhe kështu e prej, Nora hyri në çadër, pashai i vërbuar nga dëshira nuk e kuptoi kurtin. Në atë qëtësi, Nora nxjerri kamën që babaja kishte dhënë. Uli pashajt në zgjoks dhe e goditi një heshtje. Ai ra në tokë. Sytë filluan të zgërgullohen, trupi e rëndoi me qëllimin presjan. Por Nora nuk e goditi më, sepse shqiptari ka një traditë. Nuk e vret ato që ka rënë në tokë. Pashvaj dhe pse i plagosur shpëtoi, mobilizoi gjithë shka që kishte mbetur nga ushtria e tij. Dhe ndosi Norën deri në shtëpi. Aty u përball në kullën e saj. U ndeshën burr përball një gruaje. Ajo me kamën e saj, ai me mlefin e tij. Dhe Nora e përfundeti që kishte nisur. E vram me nder dhe me drejtësi. Kështu përfundoi dinastia e pashës bosnjak, që donte ta merrte për grua një vajzë shqiptare. Kështu filloi edhe legjenda e Norës së Kelmendit.
Për këtë ju jeni duke parë të tregim, ju lutem, subscribe kanalin tonë. Për juve është detim një klik, për ne është një falënderit nga zemra. Ju lutem, subscribe kanalin tonë Tregime nga zemra.